është auditimi i investimeve nga KEC, sa kena mundësi për me ndo kek prej KEC. Para për strategjinë në lidhje me energji është organizimi i importit në baza vjetore, për shkak që kena me pas patjetër nevojë për import, derisa të bëhen kapacitetet të reja ose burimet rëpërtërshme ose të llojit nacional nga thëngjilli. Pra do të me diskutu, kur e tham në nivel kombëtar do të jetë edhe në suaza vjetore, ashtu që me konë transparent si proces, edhe me konë edhe aliancë mes dy shteteve, cila do që t'jenë ato, edhe dim origjinën e energjisë. Termocentrali me qenë se është të punu shumë pak tash, të gjitha bloqet, A3, A4, A5, do të me pas një studim vizibiliteti me kështu cila prej tyne edhe aktualisht mundet me u përmirësu, përderisa tash porin në tendeme negociata pas studim vizibiliteti, na dojnë me shku punës si duhet, njerë me pas se çka mundet me u përmirësu, çka jo, rritja e burimeve të ripërtërshme, edhe çka është më rëndësishme në kuadrin lokal, është auditimi i investimeve nga KEC, edhe zvoglimi i humbjeve, si dhe mosdhënia e energjisë së kekut për humbjet në KEC. Pra lirimi i kekut edhe ndarja mundshme e më vonshme në kuadrin ligjor sa kena mundësi për me ndo kek prej KEC.